Në puntatën e djeshme të përputhen, krah opinionistes Aulona Musta nuk ishte Lajert Vasili, por Benjada Nishani. Aulona u përball me Benjadën pas një përplasje që mori një vëmendje të madhe disa muaj më parë. Duke ju referuar Benjadës, Aulona kritikoi përdorimin e gjuhës shqipe në një emision pasditeje. Për mua fakti që Benjada prezanton një emision pasditeje kur nuk di të flas shqip siç duhet, ishte komenti Aulonës i pasuar nga Benjada, e cila tha: "Qend le të lehin, karavani ecën përpara." Por dje të dyja vajzat ishin përballë njëra tjetrës, ku edhe komentuan situatën mes tyre. Ndër të tjera, Aulona u arsyetua: "Patjetër që një opinioniste që nuk flet mirë shqip mund të jetë edhe të jap mendimet e saj, sepse kushdo ka të drejtë të jap mendime. Patjetër edhe një vajzë që nuk e flet mirë shqipen. Megjithatë, unë i qëndroj ides time që një prezantuese nuk mund të jetë dot nëse nuk e flet mirë shqipen. Njësoj siç unë nuk mund të bëj dot një emision politik. Nëse do të më thonin, unë e di që po ta bëja do të ishte një tmerr." Ndërkohë Benjada thot: "Unë mendoj që secili prej nesh ka karakteristikat e veta dhe secili ka mënyra të ndryshme për t'u shprehur. Mbase ka njerëz që nuk e kanë gramatikën perfekte, por më mirë të flasësh me komunikimin e zemrës, sesa me komunikimin perfekt, por me gjuhën e urrëties."